Cilat janë pritshmëritë e juaja, presim pas ndonjë ndryshim sot në mbledhjen e Nistenit? Në fakt, s'po presim asnjë ndryshim. Ndryshimi mundet të marrë dhe shpejt lëvizjes dhe vendosje nëse ndryshon kandidatin ose ndryshon qosjen, mu hek pe kësaj praktike për ndryshimin e formës së votimit, ndryshimi i kandidatit besoj që do të kesh qenë një zgjidhje edhe zgjidhje e këtij kërshi që është krijuar në Kuvendin e Kosovës. Tash u bën një herë që po mbledhen e pa një zgjidhje, a ka ndonjë veprim që po ndërmirët nga secila palë për të pas një efekt ndryshe? S'paku nesi Aleancë kemi dhënë alternativa, kemi dhënë emrat e kandidatëve që kishin votuar nga lëvizja vetëvendosje, që kishim respektuar edhe pse nuk është obligim i partive tjera me votue kandidatin për kryeparlamentar, sepse kandidatja për kryeparlamentar duhet të votohet me ndonjë marrëveshje politike apo me ndonjë koalicion politik që e bën lëvizja vetëvendosje. Po jo kështu ad hoc asnjëherë në praktikat parlamentare nuk është votuar kryeparlamentar për partive tjera. Kanë vazhduar tentimet për të bindur pjesëtarët e grupit tuaj, tash siç është edhe Adem Hoxha, për të bindur që të kthehet pro propozimeve të vetëvendosjes? Ka pas edhe të Dudabales, sepse janë deklaruar vetë se kanë aktivizuar ministrë edhe nga Leni atëherë në Maqedoninë e Veriut, sepse në fakt ju kanë bërë, sepse edhe këta ju kanë ndihmuar që të vinë në pushtet. Janë qëndrimi individuale të deputetëve, se cili deputet vendos individualisht. Ne nuk kemi ndikim as të Adem Hoxha, por nuk kemi ndikim as të Dudabale. Këta janë deputet, kanë qëndrimet e veta, e din pse nuk po bashkëpunojnë me lëvizjen vetëvendosje dhe i keni pasur deklaratat e tyre të cilat kanë qenë të qarta. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju.